Kryeministrin e detyrë Albin Kurti u është bashkuar dy udhëheqësve të tjerë institucional në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por presidentja Vjosa Osmani dhe ministren e detyrë e jashtme Donika Gërvalla në SBA po qëndrojnë me agenda të ndara dhe nuk është zhvilluar asnjë takim e përbashkët e tyre me udhëheqës të shteteve të tjera. Takimet në SBA, Kurti nisi me kongresistin amerikan nga radhët e Partisë Republikane Keith Seld, të cilën e mirëpritin e mjediset e konsullatës së Kosovës në New York. Kryeministri e falenderoi atë për qëndrimet dhe përkrahjen publike të tij ndaj Kosovës dhe antarësimit të saj në NATO dhe struktura të tjera euroatlantike, teksa theksoi interesimin dhe gatishmërinë e Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saj për bashkëpunim edhe më të afërt me miqtanë në Kongres dhe me qeverinë amerikane në promovimin e vlerave dhe interesave të përbashkëta të dy vendeve. Veç takimeve të zhvilluara me udhëheqës të shteteve të tjera në margjinat e Asamblesë ku Kosova nuk ka qasje, Osmani një ditë më parë postoi një fotografi me sekretarin amerikan të shtetit, Marco Rubio. Me sekretarin Rubio një bisedë përmbajtësore mbrëm në kuadër të pritjes organizuar nga presidenti Trump. Por ky takim nuk figuron edhe në faqen zyrtare të Departamentit Amerikan e as në profilin e Rubios në rrjetet sociale. Derisa Osmani mungon në postimet e tij, Rubio ka treguar për takime të shumta, përfshirë atë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Diplomati amerikan shkroi se me të ka diskutuar për dialogun strategjik që të dyja vendet do ta nisin së shpejti, si dhe për pjesëmarrjen në SBA-s në Expo 2027. Me Kosovën, para disa ditësh, SBA-ja pezulloi dialogun e planifikuar strategjik. Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit i tha kohës se vendimi u mor për shkak të tentimit të kryeministrit Kurti për t'ia pamundsuar listës serbe pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Në New York, presidenti Osmani ka takuar edhe përfaqësuesin e lartë të BE-s, Kaja Kallas, së cilës i ka kërkuar heqjen e masave ndaj Kosovës. Osmani mori pjesë edhe në një takim të përbashkët organizuar nga Kallas me lider të tjerë nga Ballkani Perëndimor. Kosova është vendi vetëm në rajon të cilit BE-ja nuk ja ka shqyrtuar aplikimin për antarësim. Osmani ka theksuar se shteti është vendi më pro-evropian e më i sigurt në Evropë dhe zotua se do të vazhdojë të punojë me përkushtim drejt integrimit në BE në linjëzim të plotë me politikat e Brukselit. Gjatë ditës, ajo u takua edhe me kryeministrin e Bangladeshit Muhammad Yunus dhe me sekretarin për marrëdhënie me shtetet të Selisë së Shenjtë, Krye Peshkvin Paul Gallagher.